Ekspozimi në diell në mënyrë të pambrojtur. Pra është dielli që nga njëra anë ne kur kemi qenë të vegjël edukoheshim që dielli është i shëndetshëm, por nga ana tjetër dielli shkakton disa dëme në lëkurë. Kjo do të thotë, një e parë në këndvështrimin e dermatologut shkakton dhe nxit kancerin e lëkurës, pra ekspozimi i pambrojtur ndaj rezatimeve ultraviolet i shtrirë në kohë, një dëmtim i shtrirë në kohë mund të pasohet me kancerin e lëkurës ose me melanomën, dhe nga ana tjetër dëmton fibrat e kolagenit dhe të elastines dhe të plak më shpejt. Kemi këtë plakjen para kohe. Kjo që në fakt vjetër edhe në zonat rurale, në fshat, ku njerëzit janë më të ekspozuar ndaj diellit dhe fatkeqësisht janë duken më të plakur. Duket lëkura më e plakur tek këto individ. Ama, pa dashur të ndërpres, disa teori që qarkullojnë së fundmi dhe han shumë debat, sidomos në Amerikë diskutohet që SPF-ja në fakt është një produkt që sjell kancer në lëkurë. Sa e sigurt është SPF-ja? Absolutisht, kjo është një teori që po debatohet shumë faktikisht, por nuk ekzistojnë studime të mirëfillta mjekësore, shkencore, që të thonë që SPF-ja dhe përbërësit në përbërje të kremrave mbrojtës mund të shkaktojnë kancer lëkure. Pra, po diskutohet kjo tezë, është hedhur në diskutim, por aktualisht ne nuk kemi një studim të mirëfillt mjekësor që disa nga përbërësit në kremrat e diellit të realizojnë mund të shkaktojnë kancerin lëkurë. Ndërkohë që ka studime shumë të provuara tashmë që boja e tatuazhit mund të shkaktojë kancer në lëkurë dhe aktualisht unë shikoj sot patjetër pafund të rinj dhe të reja, të cilët kanë mbuluar trupin e tyre me tatuazh. Por që nuk kanë kancer. Mund ta drejtojmë debatin dhe në këtë drejtim. Por që nuk kanë kancer ende, nuk kemi. Absolutisht, po bëhet fjalë për harkun kohor, pra dëmet e përbërësve të caktuar kancerogjen në lëkurë, ndërkohë që ne e dimë është e provuar shkencërisht që përbërësit në e plastikës në organizëm, siç është uji që ne konsumojmë çdo ditë, që e marrim në shishe plastike, mund të shkaktojë kancer në lëkurë dhe kjo është e provuar shkencërisht. Pra, ne jemi të prirur të diskutojmë për mundësinë, por që aktualisht ende nuk është provuar që mund të shkaktojë kancer në lëkurë përbërësit e kremrit mbrojtës, por duhet të diskutojmë nga ana tjetër që përbërësit e bojës në tatuazhe mund të shkaktojnë kancer në lëkurë dhe kjo është e provuar shkencërisht. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër dim që pjesësat e plastikës shkaktojnë kancer në organizëm, përsa kohë neve konsumojmë plastik pafund, domethënë pim ujë çdo ditë nga plastika. Me sa duket jetojmë në një kohë